Ju nga tjeta, uroj t'jeni mirë, është ndarë nga jeta një njeri i rëndësishëm, shumë i rëndësishëm, i një shteti shumë të vogël që u bë fuqi globale. Babai i emirit aktual të Katarit, Sheiku Hamad bin Khalifa Al Thani. Është ndarë nga jeta ditën e djeshme, ka kaluar tek jeta e vërtet, tek e përtejmja e vërtet, dhe sot unë do të përpiqem t'ju tregoj vëllezërve të mi shqiptar, vëllezërve dhe motrave të mia shqiptare, ç'është ky fenomeni i Katarit, një shtet kaq i vogël, ndër më të vegjëlit e botës, i cili shndërrohet në një shtet superfuqi globale. A është kjo e lidhur vetëm me gazin natyror, me naftën dhe me burimet, me pasuritë nëntoksore të një shteti, apo është e lidhur me shahun e gjeopolitikës? Është një fenomen shumë i madh, është folur shumë, kush është Katari, çfarë ka qenë Sheiku, kush ka qenë Sheiku Hamad, i cili u nda nga jeta, njeriu i cili i solli botës disa surpriza të mëdha, bëri një shah shumë të vështirë dhe e mori një popull të vogël dhe një vend të vogël e çoi në majat e fuqisë botërore dhe të ndikimit global. Ne si shqiptar, si një popull i vogël, i cili po kalon të njëjtin transformim në këtë moment, jemi në një gjendje tranzicionale, kam dëshirë të bëjmë një analizë të imësishme të këtij fenomeni me rastin e këtij momenti të vështirë që është për Katarin, pra ka humbur jetën një njeri shumë i rëndësishëm për ta dhe përfitoj nga rasti të përcjell ngushëllimet më të përzemërta për familjen mbretërore dhe për popullin mik të Katarit për humbjen e tyre. Unë do ju tregoj sot me detajet më të imta, ose ato detaje që cilat unë i shoh të arsyeshme në këtë minutazh, të shohim se kush ishte ky personazh i cili e sfidoi kohën, Sheiku Hamad bin Khalifa Al Thani, si e sfidoi kohën, cili ishte shahu gjeopolitik që luajti, dhe të përpiqemi të ndërtojmë një refleksion se si shtetet e vogla dhe popujt e vegjël mund të kenë rol të rëndësishëm në botë. Kemi rastin e Katarit, rasti i Zvicrës, rasti i Singaporit, ka shumë raste në botë dhe unë do doja të bëj një udhtim nga revolucioni i emirit të Katarit tashmë të ndjerë dhe për të mbritur tek revolucioni i shqiptarëve apo tek rebelimi, ringritja e shqiptarëve, apo ai që në mediat perëndimore quhet si revolucioni i flamingove. Është një bisedë të cilën ju mund ta dëgjoni, keni dëgjuar shumë, keni folur shumë, por mendoj që duhet ta dini dhe duhet ta keni parasysh gjatë analizave tuaja edhe këtë këndvështrim që unë do t'ju sjell sot. Do të udhtojmë pra nga ribërja e Katarit dhe ngritja e një shtetit vogël në majat e botës dhe shteti ynë i vogël shqiptar, a mundet të ketë të njëjtin vizion, a mundet të ketë njëjtin strukturë të mendimit filozofik dhe politik për të ridimensionuar fuqinë e tij, qoftë rajonale apo edhe më gjerë se aq. Ai mungojnë Shqipërisë fuqia dhe resurset, e jeni ta shohim pak shembullin, vizionin dhe lëvizjet e këtij shahisti të jashtëzakonshëm në gjeopolitikën ndërkombëtare. Katari para vitit 1996 nuk është se njihej shumë nëpër botë, është një kopje, një raporti të vjetër nga një gazetë kanadeze, Ottawa Citizen, botuar në 72-shin. Kjo kopje u gjendet me vështirësi në internet dhe raporti njofton se një nga shtetet e lindjes mesme kishte ndodhur një ndryshim pushteti pa gjak. Jemi në 1972-shin. Bëhej fjalë për Katarin, i cili sapo kishte përfunduar apo kishte marrë pavarësinë nga britanikët. Sheiku Khalifa bin Hamad Al Thani, që ishte babai i personit që ka ndruar jetë tashmë, babai i tij, ky ndroi jetë dje zotëria, Sheiku Hamad ndroi jetën, babai i tij, Kalifja, në vitet 72, pra, ishte
Katari po përmendej si një shtet ku kishim një ndryshim të pushtetit pa gjak, pa revolucion dhe pa zhvillime dramatike. Kalifa, babai i Hamadit, e shpalli se kishte marrë në dorë drejtimin e vendit, duke zëvendësuar njërin nga kushëritë e tij, emirin Ahmed bin Ali Al Thani. Natyrisht, kjo ndodhi në mbikëqyrjen e plot dhe në mbështetjen e britanikëve, të cilët aso kohë ishin mbrojtësit e Emiratit të ri të Katarit. Ashtu si shumë nga sundimtarët e gjirit, emiri Kalifa, babai i Hamadit, synonte siguronte pushtetin për vete dhe për familjen e tij. Dhe që herët ai caktoi djalin e tij Hamadin si princ të kurorës dhe në vitin 1977 kjo ndodhi. Në atë kohë Hamadi nuk kishte mbushur ende 25 vjeç, por ishte viti në cilin ai emërohet ministër i mbrojtjes. Në atë periudhë Katari nuk kishte ushtri në kuptimin e plot të fjalës ushtri, por ishte e lehtë pra që një djalë i ri të drejtonte Ministrinë e Mbrojtjes, e cila funksiononte më tepër si një gardë që siguronte mbrojtjen e familjes sunduese. Që të mos ngatërohemi, emiri për cilin po flasim është babai i ndarë nga jeta një ditë më parë, Hamad bin Khalifa, babai i emirit aktual të Katarit. Në moshën 25 vjeçare u vendos ministër i mbrojtjes atje në Katar, sepse Katari aso kohë ishte në mbikëqyrjen e Britanisë, e cila kontrollonte edhe kontratat e naftës, të gazit dhe të energjisë deri në atë kohë. Por në atë vit ndodhi edhe një pajtim i rëndësishëm mes familjes në pushtet në Katar dhe udhëheqësit të fisit më të madh që dikur kishte synuar të merrte drejtimin e Katarit. Para pavarësisë nga britanikët, familja Al Thani kishte rival të fortë për pushtetin në Katar, dhe ato ishin fisi Al Musnad, të udhëhequr nga Nasser bin Abdullah Al Musnad. Ai ishte internuar kohë më parë nga britanikët në Kuvajt përpara pavarësisë, por vazhdonte të ishte një burim shqetësimi për familjen Al Thani në Katar. Në vitin 1977 u arrit një marrëveshje pajtimit përmes martesës, kryeqësisë. Princi i kurorës, Sheiku Hamad, i ndjerë tashmë, u martua me Sheikën Moza, vajza e Nasser bin Muslan. Dhe duke ndërtuar kjo kryeqësi, konflikti mes Al Thani dhe Al Musnad u konsiderua një konflikt i mbyllur përfundimisht. Dhe këtu kalojmë me një herë tek tranzicioni. Ndërkohë, shumë gjëra po ndryshonin në Katar. Katari nuk ishte ende një reputacion të madh ndërkombëtar, ishte një emirat i vogël me një popullsi prej vetëm disa dhjetra mijëra banorësh. Ishte një vend shumë i vogël. Pra, megjithatë, gjatë viteve 80 vendi njohu një zhvillim shumë të madh pas zbulimit të rezervave të reja të gazit në brigjet e tij. Filloi të tërhiqte fuqi punëtore aso kohë nga vende të ndryshme arabe, veçanërisht nga Egjipti. Midis tyre kishte edhe predikues fetar, pasi Katari ishte një shoqëri përgjithsisht konservatore. Por princi i ri i kurorës, Hamadi pra, kishte ambicie shumë të mëdha. Edhe bashkëshortja e tij, Sheikja Moza, kishte ndikim të veçantë mbi emirin. Para saj, emiri Hamadi kishte martuar me një grua nga familja mbretërore, ndërsa më vonë mori edhe një bashkëshorte tjetër nga e njëjta familje. Megjithatë, bashkëshortja Moza, që ishte mamaja e princit aktual Hamadit, të Temimit pra, që është emiri aktual, kishte ndikim të madh tek emiri. Hamadi dhe Moza filluan të mendojnë seriozisht për të ardhmen e Katarit dhe për të ardhmen e tyre politike. Dy persona me ambicie të jashtëzakonshme, të mbështetur nga këshilltar nga bota arabe dhe jo vetëm, nisën të planifikojnë një fazë të re për Katarin, veçanërisht
pas luftës së dytë të Gjirit dhe ardhjes së amerikanëve në rajonin e Gjirit Persik. Amerikanët erdhën aso kohë dhe nisën të zëvendësojnë fuqinë britanike, pra fuqia britanike në vendet e Gjirit u zëvendësua nga fuqia amerikane. Emiri Hamad dhe gruaja e tij Moza tentuan dhe kishin dëshirë që sundimi britanik, pra Katari të kalonte nga sundimi britanik në patronazhimin amerikan, nëse mund ta quajmë, të bënin një fazë, një lojë, një shah të ri, i cili i shkëpuste, i bënte më pak të varur nga britanikët për të kaluar tek amerikanët. Pas shlirimit të Kuvajtit, ju e dini, pra, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kur e sulmoi Saddam Husseini, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishin treguar qartësisht se ishin në gjendje pra të merrnin në mbrojtje të gjitha pushtetet aleate të Gjirit. Amerikanët e treguan këtë qartësisht dhe treguan vullnet për t'i mbrojtur aleatët e tyre të Gjirit. Në vitin 1992, Doha e Katarit i paraqiti Washingtonit një kërkesë zyrtare për ngritjen e bazave ushtarake amerikane në territorin e Katarit, pra prej 1992. Megjithatë, në atë kohë Katari konsiderohej ende një vend periferik dhe vëmendja e amerikanëve ishte e përqendruar kryesisht në Arabinë Saudite dhe në Kuvajt, për shkak të nevojës për të frenuar Saddam Husseinin në Irak. Katari ndodhej relativisht larg kufive të Irakut, të krahasime të tjerët, dhe sipas logjikës së asaj kohe nuk kishte ndonjë përfitim të madh ushtarak nga vendosja e bazave amerikane në Katar. Megjithatë, ky objektiv mbeti gjallë në mendjen e emirit Hamadit dhe të Mozës, bashkëshortes tij, për ta realizuar këtë kërkoi një marrëveshje shumë e madhe dhe gjëra të zhvilloheshin larg syrit publikut. Ajo që po planifikohej në Doha në Katar ishte shumë më e madhe se sa dukej. Princi, çifti, emiri Hamad dhe bashkëshortja e tij Moza kishin një plan shumë herë më të madh se sa ai që dukej. Dhe shkojmë menjëherë në vitin 1995, kur ndodhi transformimi i madh apo plani i madh nisi zbatimin. Më 27 qershorin e vitit 1995, Doha e Katarit u bë skenë e një ngjarje të pazakontë. Emiri Sheiku Khalifa i Katarit ishte ende babai, nuk ishte ardhur Hamadi në pushtet, largohet për pushime në Zvicër. Dhe momenti i përcjelljes u duk shumë normal dhe ndër njerëzit që e përcollën ishte edhe princi i kurorës aso kohë në 95-ën, pra Sheiku Hamad. Menjëherë pasi u ngrit avioni, në Katar erdhi ngjarja e madhe që nuk pati ndonjë jehon ndërkombëtare, por shkaktoi një debat aso kohë në vendet e Gjirit. Pra, emiri erdhi në vend të babait të tij në pushtet dhe i tha babait: "Baba, ky është moment që ka nevojë për dinamika të reja dhe unë e kam hedhur syt tek shekulli 21 dhe kjo paçka se nuk bëri ndonjë jehon të madhe botërore tek pushtetet në vendet e Gjirit, pra në Arabi Saudite, në Kuvajt, në Bahrein dhe në vendet përreth, shkaktoi një lloj ngërçi apo trembje se mos të krijohej një precedent pra për ndryshim pushteti apo kalim pushteti të paparalajmëruar më parë apo të paparashikuar në kushtet e normalitetit, sepse ato janë shoqëri patriarkale dhe askush nga ata nuk do të dëshironte pra të krijohej një precedenti që të largohet babai menjëherë dhe të vijë biri nga pushteti. Për këtë arsye, një pjesë e vendeve të Gjirit u përpoqën ta rikthenin Sheikun Khalifa në fron pas disa kohësh,
por historia kishte marrë fund. Hamadi i ndjerë sot, ishte bërë emiri i ri i Katarit. Emiri i ri i Katarit dhe zonja e tij, Moza bint Nasser, e vajza e Nasserit, e fisit tjetër, ishin tashmë njerëzit më të pushtetshëm në Katar dhe drejtuesit e ri të Katarit. Zonja e tij, Moza, ishte edhe zonja e parë e Katarit. Dhe kështu ndalemi tek ky moment që shpesh është bërë subjekt i një interpretimi edhe nga opozita atje. Pra, në qershorin e vitit 1995, Katari u gjend në një udhkryq të madh global. Bota po ndryshonte dhe këtu lindi ajo pyetja e madhe: si erdhi në pushtet emiri i ndjerë tashmë Khalifja, edhe pse ai e respektoi babain e tij deri në fund. Si erdhi dhe çfarë ndodhi? Bota në 95-ën po ndryshonte me shpejtësi marramëndse dhe Emirati aso kohë i Katarit kishte nevojë për një tjetër ritëm që e kërkonte kohë. Në atë moment, Sheiku Hamad ndërmori një ndryshim të pushtetit, të cilin ai në konferencën për shtyp të njoftimit e njoftoi si i detyruar nga rrethanat dhe nga momenti i rrezikshëm gjeopolitik dhe e ardhmja e Katarit. Për ne dhe për çdo vëzhgues nga larg, ose për ata që janë në opozit me pushtetin në Katar, që mund të jenë në Katar apo jashtë tij, mund të duket si moment dramatik. Por, ata që e ndjekin historinë e shtetë ndërtimit, ky ishte momenti kur Katari hodhi vështrimin dhe parangallët dhe grepat tek shekulli 21. Hamadi nuk e bëri këtë se donte pushtet, se pushteti do t'i vinte atij. Sepse ai ishte përzgjedhur princi i kurorës. Por vendi kishte një potencial, ishte në shpërthim e sipër, po priste shpërthimin. Dhe këtu duhej të vihej shkrepsja, kunji i shkrepses së këtij shpërthimi dhe këtij zhvillimi të madh. Prandaj ai tha në konferencën për shtyp, në atë moment që në rajonet caktuara të Gjirit Persik u trajtua si dramatik, ai tha: kam një përgjegjësi të madhe mbi shpatulla dhe ky më bëri që të marr një vendim kaq të madh. Të ndryshosh kursin e një kombi përpara se bota ta linte atë pasdore, është një vendim historik të cilin në momentin e parë ti mund t'ja mos ja kuptosh peshën, siç më thonë mua disa njerëz, për shembull, po ç'a bëjmë neve që protestojmë 43 ditë, 44 ditë. Është moment historik i cili kthehet një herë në 100 vjet. Ata që na kuptojnë dhe ata që nuk na mirë kuptojnë, duhet ta dinë shumë mirë. Ky është treni i fundit i Shqipërisë. Dhe parë nga kjo optik, edhe emiri Hamad në Katar aso kohë kishte parë që 95-a do të ishte, i viti 1995, ishte një moment i shpërthimeve të mëdha, të cilat unë do t'ju shpjegoj pak më poshtë që të kuptoni të gjithë lojën e madhe dhe shahun gjeopolitik botëror, i cili duhet të shërbej si pik reflektimi për ne që jemi popull të vegjël dhe vende të vogla, si projektohet fuqia e shteteve të vogla dhe e popujve të vegjël pra. Në artin e qeverisjes, miq të dashur, ndonjëherë liderët e mëdhej politik detyrohen të marrin vendime jashtëzakonisht të vështira, të cilat në momentin e parë ndoshta nuk kuptohen, por që koha dhe historia i shndërron ato në themelet e një begatie të paprecedent. Ai e mori detyrën me një ndjesi që u duk që ishte ndjesi misioni, dhe rezultatet që pam në dekadat pasuese, kthimi i një emirati të heshtur që se njihte kush në botë në një fuqi globale, ishin prova e vërtet se ajo që bëri ishte gjëja e duhur.
Në këtë moment edhe unë shpesh herë ju kam thënë, ne gjendemi në pozita ku nuk ju themi dot gjithçka, nuk tregojmë dot gjithçka, ose flasim her pas here për gjëra të cilat nuk mund të kuptohen lehtë nga çdo kush. Nuk mund të shpjegohen lehtë nga çdo kush. Nuk mund të perceptohen thjesht nga populli apo nga kategoritë caktuara të popullatës. Por në politikën e madhe, jo gjithçka është e shpjegueshme. Jo gjithçka është e kuptueshme në momentin kur vendimi merret dhe në momentin kur ngjarja ndodh. Prandaj themi, është historia ajo e cila nesër do të na mallkojë, ose historia është ajo që do të na jap të drejtë. Dhe hapat e mëdhej politik nuk i noterizon askush tjetër përveç se historisë. Historia mas 20-30 viteve është shpesh ajo që të thotë, por a do presim ne sa ta japi të drejtën historia? Jo. Në momentin e Big Bangu të madh, siç është ky moment për Shqipërinë, 95-a ishte për Katarin për arsyet që do t'ja shpjegoj tani. Dhe në këto momente je i detyruar të marrësh hapa të mëdhej, të cilat edhe mund të të kushtojnë shumë, Ndaj ju themi, ky është momenti i Shqipërisë, në qoftë se ne na dështon rebelimi dhe protesta në shesh, nuk ka më Shqipëri miq. Dhe kjo është, do t'ju vi pak më poshtë. Shumë nga njerëzit mund të pyesin pse ky ndryshim që ndodhi në Katar në vitin 1995 ishte një tranzicion i thjeshtë, dhe pse Hamadi, emiri i ri, nuk ja dhuroi vizionin babait të tij. Përgjigja qëndron në diferencën midis qeverisjes për të ruajtur dhe qeverisjes për të ndërtuar. Sheiku Khalifa ishte një burr i madh i brezit të vjetër, një udhëheqës që e gjeti vendin e tij në një fazë stabile. Në logjikën e tij gjërat po funksiononin dhe ndryshimi radikal nuk ishte për të një përparësi. Ndërsa për Hamadi ndryshimi nuk ishte një zgjedhje, ishte një garë me kohën. Në politikën e nivelit lartë, ndonjëherë vizioni i ardhmes është aq i shpejt, sa që strukturat ekzistuese, sa do të respektuara të jenë, ato bëhen pengesë për shpejtësinë që kërkon zhvillimi. Zhvillimi kërkon shpejtësi. Hamadi nuk po luftonte me baban e tij si individ. Ai ishte në inercinë e një epoke që po perëndonte. Ishte në luftë me një epokë që po përfundonte. Katari nuk mund të priste më, ishte një shtet i vogël që s'priste dot më, sepse dinamikat po ecnin me shpejtësi. Bota nuk pret askush, askënd miqtemi. Bota nuk pret Shqipërinë, as Katarin. Bota nuk pret as Amerikën, as Kinën, as Rusin, as Bashkimin Evropian, i cili sot po përpëlitet. Bota nuk të pret. Historia nuk pret askënd. Ti do t'jesh aty për të marrë vendime të mëdha, vendime radikale, ose do dalësh nga loja. Për këtë arsye, është shumë e rëndësishme që të marrësh vendime shumë të mëdha në momente të caktuara të jetës. E tani të hymë në zemër të strategjisë rajonale ndërkombëtare dhe të shahut gjeopolitik. Katari në 96-ën, 6 muaj pas marrjes së pushtetit, Doha mbeti e përqendruar në riorganizimin e saj të brendshëm. Kishte kundërshtime të caktuara ndaj sheikut Hamad dhe mënyrës se si ai kishte ardhur në pushtet, ndaj këto zëra pra të mos ishin më përpara se të zbatoheshin planet e mëdha që ai kishte në kokë. Pasi situata u stabilizua, doli në një nga surprizat që konsiderohej objekt diskutimi dhe debati. Surpriza e parë për botën, e cila do t'ju shpjegoj, erdhën disa surpriza që do t'ju shpjegoj tani, por kjo surprizë e parë ishte edhe pjesë e debatit të madh botëror që bëhet sot edhe në botë. Lidhjet e Katarit me strategjinë e saj politike, gjeopolitike botërore dhe fetare, dhe roli
i tij në botë nëpërmjet kësaj strategjie dhe loje, dhe si ndahen Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku një pjesë thonë që Katari është mbështetës i vllazërisë muslimane, ndërsa një pjesë tjetër thonë që jo, Katari është aleati i Amerikës, sepse kemi një nga bazat më të mëdha amerikane në Katar. Prandaj, për ta kuptuar këtë, shohim surprizën e parë që solli në 96-ën Emiri Hamad, pasi u stabilizua situata në Katar. Ishte afrimiteti apo fillimi i lidhjeve me vëllazërinë muslimane. Vëllazëria muslimane është një entitet religjoz nga organizatat fetare më të mëdha në botën arabe, madje mund të jetë edhe nga organizatat më të mëdha në botë. U themelua në 1928 në Egjipt nga Hasan al-Banna, dhe në fillim të periudhës monarkike lëvizja u paraqit si organizatë fetare dhe predikuese, por shumë shpejt u përfshi dhe deklaroi se kishte të drejtë të merrte edhe pushtetin. Ai që quhet sot pra nëpër terminologjinë laike apo në terminologjinë e orientalistëve, ai që quhet si islami politik. Sipas ideve të themeluesve të vllazërisë muslimane, synimi ishte ngritja e një kalifati të ri pas rënies së perandorisë osmane dhe rrëzimi i tij nga Mustafa Kemal Atatürk. Gjatë historisë së saj, organizata vllazëria muslimane ka kaluar në faza të ndryshme. Herë është afruar me pushtetin, herë është përplasur me pushtetin. Ka përdorur organizata forma dhe mënyra të ndryshme për të arritur objektivat e saj dhe është përhapur në shumë vende të botës. Në disa shtete, ajo është parë si organizatë paqësore që predikon një islam paqësor, ndërsa në disa vende të tjera është përfshirë në konflikte të ashpra me autoritetet politike lokale. Pas dekadash aktiviteti, arriti të penetrojë në shumë rajone të botës, veçanërisht në Europë, duke kthyer atë në një mjet të rëndësishëm presioni. Europa e përdorte për presion ndaj pushtetarëve arab dhe përgjithsisht kundër regjimeve arabe me origjinë ushtarake. Pra edhe Europës edhe Amerikanëve nisin t'i duheshin. Në vitin 96 filloi të krijohej përshtypja se një shtet i pasur arab me ambicie të mëdha në botë po kërkonte të ndërtonte një aleancë me vllazërinë muslimane. Në këtë kohë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishin dalë fituese nga lufta e ftohtë me Bashkimin Sovjetik, kishin shkërmoqur Bashkimin Sovjetik dhe kishin kufizuar ndikimin e regjimeve socialiste arabe dhe të komunistëve arab. Iraku në drejtimin e Saddam Husseinit ishte në sanksione të rënda ndërkombëtare, të cilat ju i dini, më pas ishin reduktuar ndjeshëm pra edhe ambicjet e tjera të Bagdatit, që ishte një shtet shumë i fuqishëm në lidhjen e mesme dhe ngjiri persik. Amerikanët aso kohë, unë ja kam shpjeguar edhe në bisedat të tjera, Amerikanët aso kohë kishin sponsorizuar marrëveshjet e reja arabo-izraelite të paqes, të cilat nisën me procesin e Oslos. Përmes tij ulën në tryezë pra Organizata për Çlirimin e Palestinës dhe Izraeli, duke arritur kështu pra një marrëveshje fillestare paqe ndërmjet Rabinit dhe Arafatit. Edhe Jordania ndoqi të njëjtën rrugë, pra duke kërkuar marrëveshje me shtetin e Izraelit, ndërsa Egjipti e kishte bërë këtë më herët, marrëveshjen e Camp Davidit. Në të njëjtën periudhë, Washingtoni filloi të paraqiste një kërcënim të ri për botën, që ishin lëvizjet islamiste, të cilat filluan të përshkruheshin si ekstremiste. Organizata si Al-Qaeda, të cilët e kishin ndihmuar Amerikën në Afganistan për mundjen dhe mposhtjen e Bashkimit Sovjetik, ishte rritur dëshira për të patur pushtet dhe kishin nisur të kërkojnë për amerikanëve që të marrin pushtetin në vendet arabe. Al-Qaeda kishte qenë e organizuar për të luftuar kundër Bashkimit Sovjetik dhe influencave komuniste, por ishte e përbërë nga luftëtarë arab të cilët kishin marrë pjesë
në luftën e Afganistanit dhe me njëherë pas luftës ata u shndërruan në objektiva kryesor të politikës së re të jashtme amerikane. Në këtë klim, Amerikanët dukej se kërkonin një partner musliman më pak radikal brenda rrymave islamiste. Doha e Katarit nga ana e saj e pa vllazërinë muslimane si kandidatin më të përshtatshëm, veçanërisht pas përvojës së parë të profesor doktor Necmettin Erbakanit në Turqi. Edhe pse Necmettin Erbakan u rrëzua nga ushtria turke me një grusht shteti në mesin e vitit 97, në vitin 96 ai ishte bërë kryeministri i parë me orientim islamik në Turqinë laike të Mustafa Kemalit. Menjëherë Erbakani pra konsiderohej ideologjikisht i afërt me vllazërinë muslimane dhe ardhja e tij në pushtet u pa nga Doha dhe Katari si një arsye shtesë pse ishte investuar në këtë organizat, pra Katari. Kështu, Katari priti shumë figurat opozitës islamiste, duke ofruar mbështetje logjistike, financiare, grante dhe mbështetje nga më të ndryshmet. Në të njëjtën kohë, u hodh ideja e krijimit të unionit botëror të dietarëve musliman me synimin për të bashkuar personalitetet më të rëndësishme të botës islame. Në këtë mënyrë, Doha dhe emiri i kohës Hamad bin Khalifa fitoi ndikim mbi organizatën më të madhe opozitare islamike në botë dhe e përdori atë si një nga instrumentet e projektit të saj politik dhe të vizionit politik. Dhe kjo ishte surpriza e parë e emirit të ri të Katarit, aso kohë Hamad bin Khalifa Al Thani. Surpriza e dytë që erdhi për rajonin dhe për botën ishte Al Jazeera. Para 96-ës, pothuajse të gjitha mediat arabe ishin të lidhura ngushtë me qeveritë që i financonin, një lloj si këtu në Tiranë. Edhe mediat private, të cilat filluan të shfaqeshin në Egjipt apo në vende të tjera të rajonit, në përgjithësi mbeteshin tek linja zyrtare e regjimeve, pra nga pushteti, siç janë televizionet e Tiranës. Ishte vetëm përpjekja e BBC-s për të hapur një kanal televiziv në gjuhën arabe në bashkëpunim me Arabinë Saudite. Megjithatë, projekti dështoi shumë shpejt, projekti BBC-s, pasi autoritetet saudite nuk pranuan atë projekt që kishte përgatitur BBC-a. Katari e kapi situatën dhe mori gazetarët dhe stafin që kishte punuar për projektin arab të BBC-s. Dhe në vitin 96 shpalli krijimin e gigantit Al Jazeera. Megjithëse ishte një kanal shtetëror i lidhur me Katarin, Al Jazeera kishte një hapësirë të frikshme që tronditi botën arabe, më të madhe lirie, pra kishte hapësirë më të madhe lirie se sa televizionet e tjera të kohës në rajon. Dhe perceptohej një media ndërkombëtare, jo vetëm e arabëve. Për herë të parë publiku arab pa në ekran kundërshtarët e qeverive të tyre dhe dëgjoi opinione nga më të ndryshmet, nga versioni zyrtar i pushtetit deri tek opozita. Kjo e bëri Al Jazeera shumë shpejt njërin nga mediat me ndikimin më të madh në rajon dhe një faktor shumë të rëndësishëm në formimin e opinionit publik botëror kur filloi edhe versioni anglisht i Al Jazeerës. Dhe kjo ndodhi shumë kohë para internetit dhe rrjeteve sociale. Populariteti i Al Jazeerës mbriti majën gjatë kohës luftës në Irak. Avionet amerikan po bombardonin bazat e Saddam Huseinit dhe ngriheshin nga baza e Katarit Udejt për të goditur objektivat irakiane. Al Jazeera transmetonte pamjet e vuajtjeve të popullit irakian. Dhe kjo i lejoi Dohës të ruante një lojë e cila ishte edhe aleate e SBA-s, por një kohësisht edhe një media e cila kritikonte pasojat e luftës dhe qëndronte pranë popullit irakian. Pra ishte në lojë me amerikanët, duke qenë një nga bazat më të mëdha amerikane në Udejt, dhe ishte në mbrojtje të popullit irakian nga pasojat e luftës dhe mbulimi i luftës që i bëhej hap pas hapi, minutë pas minute.
Surpriza e tretë që solli emiri i Katarit i ndjerë tashmë ishte baza Al Udeid. Në fillimin e luftës së dytë të gjirit, ushtria amerikane vendosi bazat e saj kryesore në Kuvajt dhe në Arabinë Saudite. Kuvaiti dëshironte praninë amerikane për të shmangur përsëritjen e pushtimit irakien, ndërsa Arabia Saudite kërkonte garanci kundër kërcënimeve të regjimit të Saddam Husseinit. Edhe vendet e tjera të gjirit konkuruan për të pritur forcat amerikane, përfshirë edhe Katarin. Doha aso kohë konsideronte këtë shumë të domosdoshme për të mbrojtur orientimin e saj të ri politik dhe për të përballur me reagimet që mund të shkaktonte Al Jazeera ndaj regjimeve të tjera arabe. Megjithatë, në atë kohë Washingtoni nuk e konsideronte Dohën një vend të përshtatshëm për qendra e komandës amerikane. Për këtë arsye, Sheiku Hamad investoi $1 miliard në ndërtimin e bazës ajrore Al Udeid me shpresën se do t'i binte amerikanët ta përdornin atë. Në 98-ën, sipas dokumenteve të cituara nga arkivi i ambasadës së Katarit në Washington, emiri Hamad ka deklaruar se ëndërronte të shihte 100.000 ushtarë amerikan të stacionuar në territorin e Katarit. Për ta realizuar këtë planit i mungonte ende një element tjetër, cili do të ishte qëndrimi i bebes së Amerikës në rajon Izraelit. Dhe këtu vjen surpriza e katërt. Kur Egjipti nisi negociatat e paqes me Izraelin në fund të viteve 70 me Sadatin, mbështetësit e këtij vendimi argumentuan se Egjipti kishte zhvilluar luftra me Izraelin dhe kishte territore të pushtuara. Ndaj procesi i paqes ishte mënyra për të rikuperuar kohën e humbur. I njëjti argument u përdor më vonë edhe nga Organizata për Shlirimin e Palestinës, OÇP-ja e Arafatit, kur filloi negociatat me Izraelin. Dhe kjo me shpresën për të rimarrë të paktën një pjesë të territorit palestines. Edhe Jordania ndoqi të njëjtën linjë saktësisht. Pasi kishte qenë pjesë e konflikteve të shumta me Izraelin dhe kishte çështje territoriale ende të pazgjidhura. Por ishte më vështirë të kuptohej pse një shtet si Katari, pa kufi me Izraelin dhe pa histori me të konflikti ushtarak, vendosi të ndërtoi një marrëdhënie të drejtë për drejtë me Izrael. Në vitin 96, Sheiku Hamad priti në Doha kryeministrin izraelit Shimon Peres. Dhe i dhuroi atij një shpatë të artë, e cila e shoqëroi më pas në ambientet e Al Jazeerës, para fillimit të transmetimeve dhe të dy së bashku inauguruan një qendër tregtare të Katarit dhe të Izraelit në Doha. Aso kohë Katari pranoi gjithashtu hapjen e një zyre përfaqësie, jo ambasade, që në aso kohë dukej e pazakon, por që u kuptua më vonë në vitet pasuese. Doha ndërtoi një rol të veçantë rajonal, strehoi lëvizjet islamiste, më vonë priti edhe Hamasin, ruajti marrëdhëniet me Iranin, me Amerikën dhe njëkohësisht mbeti aleate e rëndësishme e perëndimit. Ky rol i dha Katarit ndikim shumë të madh, më të madh se sa pesha e tij specifike demografike dhe popullore. Të kesh marrëdhënie të hekurta me Amerikën, me Izraelin, me vllazërinë muslimane, me Iranin dhe me aktorët rajonal, kjo të shndërron në një lider rajonal të rëndësishëm dhe në shumë procese ndërmjetësimi në lindjen e mesme Katari ka qenë pothuajse i pranishëm në çdo tryezë. Dhe kjo sigurisht kishte një çmim, ky rol. Pas vitit 1996, kemi një Katar tjetër. Doha filloi të korrë frytet e saj strategjisë së saj të re. Al Jazeera u bë me një popularitet të frikshëm në botë dhe u bë një nga faktorët kryesor në formimin e opinionit publik arab,
por edhe të atij ndërkombëtar. Kanali ndikojnë ndjeshëm në kulturën politike dhe në debatin politik në rajon. Një nga themeluesit dhe prezantuesit më të njohur të Al Jazeerës, që është siriani Faisal El-Qasim, deklaroi në një intervistë se ndikimi i kanalit kishte ndryshuar mendimin dhe kulturën politike të qytetarit arab, aq i madh ishte ndikimi. Mënyra se si mendonte publiku arab tashmë pas vitit 96 nuk ishte më e njëjta pas faqes së Al Jazeerës, dhe ky vlerësim mund të konsiderohet i egzageruar, por nga disa qarqe, por nuk ka diskutim që Al Jazeera transformoi sistemin dhe stilin politik të menduarit në botën arabe. Ishte media më revolucionare e kohës. Katari arriti në kohën e Hamadit, emirit, të përcjell mesazhet e veta politike, por edhe ato të aleatëve të tij. Në këtë pikë Al Jazeera raportoi për Izraelin, për marrëdhënien e saj me shtetin izraelit. Përmjet Al Jazeerës shfaqeshin rregullisht figura izraelite për herë të parë. Me kalimin e kohës, për publikun arab u bë diçka normale të dëgjonte pothuajse çdo ditë të flisin edhe arabët edhe izraelitët. Megjithatë, Doha e paraqiste këtë si një pjesë të një pluralizmi. Në praktik, ky ndërmjetësim i Dohës ishte një lloj hapi parapërgatitor që shiko, bota duhet të flasë me njëri tjetrin, jo të therremi gjithkohës. Al Jazeera krijoi figura me ndikim shumë të madh në opinionin arab, dhe një prej tyre ishte njëri nga liderët e botës së vllazërisë muslimane, që ishte doktor Yusuf Qaradawi. Pra, ai ishte njëri nga figurat më të njohura të mendimit islam në botën arabe, dhe ai u ndërtua dhe u financua nga Al Jazeera pasi ishte figurë qendrore në një emision çdo ditë të diel. Al Jazeera ishte fryti i parë dhe ndoshta më i rëndësishmi i strategjisë së re të Katarit. Fruti i dytë, që ishte aq i rëndësishëm, do të ishte baza më e madhe amerikane ushtarake në lindjen e mesme. Njëra nga bazat më të mëdha. Madje njëra nga bazat më të mëdha në botë. Pas përpjekjeve të vazhdueshme të Dohës së Katarit, amerikanët ta zhvendosin qendrën kryesore të pranisë së tyre ushtarake rajonale në Katar, ndërsa më parë pesha kryesore e forcave ushtarake amerikane ishte në Arabinë Saudite dhe në Kuvajt. Baza Al Udeid nuk mbeti vetëm një bazë ajrore, ajo u shndërrua në një qendër komande për operacionet ushtarake amerikane, duke përfshirë edhe strukturat të inteligjencës, strukturat të zbulimit amerikan dhe madje edhe komanda për operacionet hapësinore. Në këtë mënyrë u realizua ëndra e emirit Hamad për praninë e 100.000 ushtarëve amerikan në territorin e Katarit. Ndërsa më vonë numri u rrit akoma më shumë. Kjo u bë e mundur kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës po përgatiteshin për të pushtuar Irakun. Shumica e vendeve arabe nuk dëshironin të përfshiheshin drejt për drejt në sulmin kundër regjimit të Saddam Husseinit. Doha përkundrazi nuk kundërshtoi që avionet amerikan të godisnin Bagdadin dhe të niseshin nga territori i saj. Madje aso kohë Kuvajti me Arabinë Saudite treguan shumë rezerva në përfshirjen e drejt për drejt, dhe kjo i dha mundësinë Katarit që të forconte akoma më shumë dhe të betononte marrëdhënien me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në vitin 2000, pra një vit para pushtimit të Afganistanit dhe 3 vjet përpara pushtimit të Irakut, planifikimi i operacioneve ushtarake amerikane
zhvillohej tashmë në bazën e Udhëheqit në Katar. Në këmbim, Katari fitoi një garanci afatgjatë sigurie dhe prania amerikane në territorin e tij u zgjat për një periudhë të pacaktuar në kohë. Cili ishte fryti i tretë. Për shkak të shërbimeve dhe rolit që Katari ishte duke luajtur aso kohë, Izraeli nuk e kundërshtoi faktin që Katari të strehonte drejtues të Hamasit apo të mbështeste lëvizjen, ndërkohë që mbështetja bëhej në mbikëqyrjen e të gjitha palëve dhe me dijeninë e të gjitha palëve. Ky është një debat i cili meriton ja 2-3 video më vete, por e përgjithshmja në terma të përgjithshëm është që ndërmjetësimi, roli i Katarit së ndërmjetës diktonte që ta bënte atë lojtar ndërmjetësimi duhet të kishte marrëdhënie me të gjitha palët. Dhe për të patur marrëdhënie me të gjitha palët duhet i mbështesësh të gjitha palët. Dhe kjo e bëri Katarin me një rol determinant edhe në lojën Izrael, Hamas, Izrael, Palestinë, edhe në lojën Izrael, Amerikë, Iran. Ky rol i Dohës ndjente se kishte mbështetjen amerikane. Dhe nisja e hapjes së dyrave të komunikimit me Izraelit e krijoi edhe një premis tjetër për këtë rol. Fryti tjetër ishte ardhja në pushtet e Partisë Drejtësi dhe Zhvillim në Turqi pas gati një shekulli të dominimit të elitave kemaliste laike në Turqi, vjen në pushtet trashëgimtari i perandorisë osmane dhe riktheu orientimin e Turqisë drejt lindjes së mesme, pas dekadash përqendrim në perëndim. AKP-ja e Erdoganit dhe lëvizjet islamiste në rajon u lidhen dhe u afruan me Katarin, i cili kishte krijuar një marrëdhënie të fortë me këto rryma politike dhe fetare. Katari nuk ishte përgjegjës për ardhjen në pushtet të Erdoganit, që t'jemi të qartë, por ngritja e Erdoganit e përforcoi pozitën e Dohës, pasi ambicjet rajonale të Ankaras kalonin në një mas të madhe përmes bashkëpunimit me Katarin, dhe aleanca mes Katarit dhe Turqisë dhe lëvizjeve islamiste u shndërrua në një faktor të rëndësishëm në politikën rajonale dhe ndërkombëtare dhe përgatiti terrenin sot për ngjarjen që do ta pasonin më pas. Dhe këtu erdhi sezoni i korrjeve. Këtu është momenti ku mundësia takohet me përgatitjen. Kjo ishte pikërisht ajo që ndodhi me Katarin. Doha, aleatët e saj, Turqia dhe lëvizjet islamiste, si dhe mbështetësit e saj ndërkombëtar, kishin investuar prej vitesh në krijimin e kushteve për të përfituar nga çdo ndryshim i madh në rajon. Pastaj erdhi viti 2010, kur filloi ajo që u quajt pranvera arabe. Tunizianët dolën kundër varfërisë, padrejtësisë, mungesës perspektivës, dhe ky akt ndezi të gjithë botën arabe. E ndezi dhe ishte bota arabe ajo që shpërtheu. Ky nuk ishte rezultat, këtë nuk e shkaktoi Katari, e shkaktuan rrethanat, sepse ishte një akumulim disa dekadash që çoi në shpërthimin dhe në vetë djegjen e tunizianit në Tunizi, që nisi atë që u quajt aso kohë pranvera arabe. Megjithatë, Katari ishte më i përgatitur se tjerët për të parë se çfarë po ndodhte me pranverën arabe dhe si mund të kalonte në favorin e tij këtë. Për këtë arsye Al Jazeera
dha një jehon të fuqishme pranverës arabe. Ajo u bë platforma kryesore në transmetimin e ngjarjeve të pranverës arabe. Dhe në të njëjtën kohë, në shtëpinë e bardhë në Amerikë ndodhej presidenti Barack Obama, i cili deklaronte mbështetje për liritë dhe ndryshimet demokratike në botën arabe. Brenda një kohe të shkurtër, ranë disa regjime arabe që deri aso kohë konsideroheshin të pathyeshme. Dukej se boshti i ri rajonal kishte korrur sukses. Megjithatë, më vonë në skenë hyn aktorë të tjerë, hyri Rusia, hyri Irani dhe disa vende arabe të gjirit dhe ushtria egjiptiane, të cilët e penguan realizimin e këtij projekti. Dhe më pas erdhi dita e llogarisë së madhe. Një grup vendesh arabe vendosin të bëjnë blokadë ndaj Katarit. Kushtet kryesore për heqjen e blokadës ishin mbyllja e transmetimeve të Al Jazeerës dhe ndërprerja e mbështetjes për vëllazërinë muslimane. U shtrua presion edhe ndaj Turqisë dhe nisën të ndërtonin një strategji të re gjeopolitike duke u forcuar marrëdhëniet me Rusinë dhe me Kinën për të krijuar balancë. Kjo çoi më vonë në afrimin e Arabisë me Arabinë Saudite, mes Arabisë Saudite, Egjiptit dhe Katar dhe Emirateve Arabe. Katari mbeti afër SBA-s dhe vendeve perëndimore, ato vende shkuan më afër BRICS-it. Pra, tentuan të afrohen me BRICS-in Arabia Saudite, Egjipti dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Megjithatë, për shkak të kostove të larta të përplasjeve rajonale, Katari dhe Turqia nisën një proces pajtimi me rivalët e tyre. Recep Tayyip Erdogan vizitoi Kairon dhe Abdel Fattah Sisin, që konsiderohej prej vllazërisë muslimane armiku i përbetuar i Egjiptit dhe i vllazërisë muslimane sepse kishte vrarë Sisin në burg. Ndërsa emiri Tamim, djali i Hamadit të ndjerë tashmë, vizitoi Arabinë Saudite dhe marrëdhëniet mes palëve filluan të normalizoheshin. Gjatë këtij procesi, edhe marrëdhëniet me disa lëvizje islamiste ndryshuan. Pra ka patur diskutime për largimin e drejtuesve të Hamasit nga Katari dhe për zhvendosjen e tyre në vende të tjera, siç ishte Turqia për shembull. Por në kushte të ndryshme ka hera e parë. Një pjesë e vllazërisë muslimane ndjeu zhgënjim të madh kur pa afrimin e Turqisë me Abdel Fattah Sisin. Pra, Katari në 95 ishte një emirat i vogël. Sot populli i tij është ndër popullit më të pasur në planet, me një shtet që i shërben çdo banor. Kthehemi nga Shqipëria. Ne nuk kishim nevojë të zbulonim gaz apo naftë, edhe pse i kemi edhe ato. Kemi pasuri minerale, burime hidrike, toka pjellore, bukuri që bota na i lakmon. Megjithatë, ndërsa Hamadi po ndërtonte një perandori për popullin e tij në Katar, në Shqipëri nisi një proces i kundërt. Nga rënojat e sistemit të vjetër, establishmenti i Ramiz Alis nuk u shua. Ai thjesht ndërtoi kostumin. Ata që kishin pushtetin dje, morën pasurinë e shqiptarëve sot. Dhe e kanë nxjerrë sot në pazar, në tregjet ndërkombëtare, për të blerë pushtet. Ndërkohë që Hamadi ndërtonte për popullin e tij të vogël një perandori, një parajs nga shkretëtira, pushtetarët tanë e morën parajsën dhe e bën shkretëtirë. Berisha, Nano, Meta, Rama, thonë gjithçka. Historia 36 vjeçare, se si një elit politike mund ta trajtojë një vend si një plaçk lufte për ta ndarë me njëri tjetrin dhe pastaj ta shes lokma për të blerë pushtet. Nano dhe Berisha shkatruan themelet e industrisë, e shpresën e një populli
që po vdiste në vitet 90. Meta dhe establishmenti e kthyen politikën në një pazar, në një paçavure, ku shteti u kthye në SHPK dhe u bë instrument për pasurimin e pakicës. Rama e çoi këtë model në kulmin e sofistikimit. Sot Shqipëria duket si ndërmarrje private, ku qytetari është thjesht një numër, ndërsa pasuritë e vendit, portet, tokat, minierat, mineralet, nafta, jepen me koncesione që nuk e pasurojnë buxhetin e shtetit, por pasurojnë vetëm kuçedrat që fshihen pas tyre. Hamadi i Ndjer e mori Katarin nga 19 miliard GDP. 19 miliard. Ishte një popull 300.000 banorësh, 200.000, 300.000 banorësh, që kishte prodhimin e brendshëm bruto 19 miliard dollar, kur erdhi Emiri i Ndjer Hamadi në pushtet. Në Shqipëri ne kemi patur miliarda e miliarda dollar të ardhura nga privatizimet, por shkuan të gjithë në kovë pusi. E mori Hamadi me 19 miliard dhe e çoi një vend me popullsi 300.000 banor në 198 miliard dollar prodhim i brendshëm bruto në vit. Ne kemi shpenzuar, kemi marrë miliarda e miliarda dollar nga privatizimet, koncesionet dhe taksat e shqiptarëve. Ku janë? Nuk janë tek ju, janë tek kullat që rriten si kërpudha në Tiranë, tek pasuritë jashtë vendit në offshore, në jetën luksoze të sektit, të atyre të cilët i kanë betonuar karriget e tyre të pushtetit për 35 vjet. Këtu është diferenca thelbësore, miq të dashur. Hamadi i Ndjer i Katarit e shihte shtetin si një pasuri kombëtare. Këta tanët e shohin shtetin fatkeqësisht si pronë private. Tranzicioni në Shqipëri nuk ishte rrëzim i regjimit, por një marrëveshje e qartë e klaneve të Tiranës, klanit Hysni Kapos, Xhelil Gjonit dhe të klaneve të tjera, të cilat e vijuan vazhdimsinë e tyre dhe kontrollin e tyre të Shqipërisë dhe e vijojnë deri sot. Ndërsa në Katar, një person merr të ardhura 89.000 dollar në vit. Një person në Katar ka të ardhura në vit 89.000 dollar në vit për person, jo për familje. Këtu ka një popull i cili merr para borxh për të blerë biletën e Aratis nga Shqipëria. Jo a bëra këtë shpjegim, vëllezër të dashur, sepse flitet shumë, komentohet shumë, ka konspiracione, ka teori, ka interpretime nga më të ndryshmet. A ka gabime politikanët, edhe ata që konsiderohen burra shteti, a kanë ata gabime? Të gjithë kanë gabime, të gjithë kanë fajen, por ti sigurosh popullit tënd mirëqenien, ti sigurosh popullit tënd spitalin, arsimin, ushqimin, rrugët, portet, aeroportet, infrastrukturën, sigurinë dhe perspektivën, dhe të ndërtosh një ekonomi solide për të ardhmen e vendit tënd. Kush është ai qytetar që e refuzon këtë? 1/100 e kësaj që ka bërë i Ndjeri Hamad për popullin e vet, të kishin bërë këta tanët, do t'i kishin bërë bust të Kali i Skënderbeut, të rishin aty me Skënderbeut, në kratë Skënderbeut. Këta u treguan të pabes.
dhe tradhtia po merr formën përfundimtare në këtë moment. Po shitet Shqipëria llokma. Sazani, Zvërnetsi, Durrësi, Rjolli, Bregdeti, Jugu, deti për Greqin. Këto janë vetëm maja e icebergut të Albanian Files, të cilin ju e dini mirë, sepse ju a kam shpjeguar në këtë kanal. Kjo ishte arsyeja pse ju a shpjegova si një shtet i vogël si Katari me 300.000 banor, kur ka leadership, mundet të mbri majat me teknologji, me plan, me zhvillim, me shah gjeopolitik. Ky është rasti se si një vend i vogël me pasuri prallore mund të kthehet në një vend lojtar global, siç ëndërrojnë qytjanet e Tiranës. Ky ishte një rrugtim të cilin e ndjeva të rëndësishëm ta bëj për ju këtë shpjegim. Ndaj u mora nga revolucioni që bëri i ndjeri babai i emirit aktual Hamadi, babai i Temimit. Hamadi ishte bin Kalife, i biri i Kalifës, kurse Temimi është i biri i Hamadit, dhe të gjithë bashkë i përkasin familjes Al Thani, që ta keni qartë strukturën. Jo bëra këtë për të kuptuar, për të bërë një rrugtim interesant bashkë, të imtësishëm të gjithë kësaj rrjete jashtëzakonisht të sofistikuar, interesash dhe lojrash të mëdha gjeopolitike, që ta dini dhe ju si funksionojnë revolucionet. Ndaj u mora nga revolucioni i emirit të ndjerë tek revolucioni i flamingove në Tiranë, tek i cili duhet jemi atje sot dhe çdo ditë, derisa t'ia kthejmë Shqipërinë shqiptarëve. Po mjaftohem me këtë koment që të mos e ngarkoj bisedën, sepse folëm për figurën e një personazhi që tashmë është i ndjerë dhe për një katar të vogël i cili shpesh është objekt diskutimesh në botë, por edhe këtu në rrjetet sociale në Shqipëri apo në media shqiptare. Kaq për sot, pjesën tjetër të zhvillimeve do ta ndjekim bashkërisht në daljet e mia live. Kjo ishte një bisedë e regjistruar jo live për arsye të angazhimeve të mia në orarin e live-it që e bëj. Rishihemi shpejt se do të ketë zhvillime dhe mos harroni takimin ton të madh, të përnaçëm në shesh, deri në fund, derisa t'ia kthejmë Shqipërinë shqiptarëve. Dhe bashkë me vëllezërit tanë në diasporë, në Amerikë, në Kanada, në Londër, në Europë, ku janë, me miqt dhe me fuqinë tonë të padiskutueshme, diasporën, shpirtin e rezistencës Shqipërisë, dhe me shqiptarë të ndershëm, patriot e nacionalist, të ndërtojmë mekanizmat e rikthimit të fuqisë tek Shqipëria jonë e bukur, që i Madhi Zot ja ka dhënë të gjitha. I ka dhënë pasuritë, pozicionin, strategjinë dhe një popull të jashtëzakonshëm, i cili është gati me vdek për Shqipërinë, siç e ka treguar historikisht. Ne nuk do të vdesim, ne do të jetojmë për Shqipërinë, sepse Shqipërisi duhet jeta jonë dhe jo vdekja jonë. Dhe të gjithë bashkë të korrigjojmë historinë, të rikthejmë kombin dhe të ngjitemi bashkë me Shqipërinë për hatër të brezave të ardhshëm në majat e historisë rajonale, europiane dhe botërore, pse jo, ashtu siç jemi në të vërtetë prej themeluesve të qytetërimit evropian. Mirë dëgjofshi.